Pasi që e shiti monopolin për vetëm €1 metër katror, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami e shiti edhe këtë parking për vetëm €190.000. Ne po dalim prej këtu se kjo është më tokë private. Për këtë që e thash, dëshmi kam kontratat të nënshkruara nga kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, që dëshmojnë se Bilal Kasami ka shitur këtë parking që shini prapa meje. Dhe ky parking më nuk është i qytetarëve të Tetovës, por është parking privat. Dhe këtë e dëshmon flet pronësia që e kemi marrë nga kadastra e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë flet pronësi të pronarit privat, tani parkingu është toka e tij. Ky parking me sipërfaqe 2986 metra katror është shitur për 16.000 denar për metër katror, por sipas dokumenteve zyrtare, kompania private ka paguar vetëm 11.8 milion denar apo €190.000, ndërkaq në një marrëveshje jashtë kontratës zyrtare, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, pjesën tjetër të parave ka thënë se do ta bëj me kompenzim. Por në fakt, ky kompenzim, kryetarin e komunës së Tetovës e bie ndesh me ligjin, sepse nuk është përcaktuar në kontratë se çfarë lloj kompenzimi do të bëj tani më pronari i pronës publike. Kjo është një skandal edhe më i rëndë se ai monopoli, sepse kryetari i komunës Bilal Kasami vetë kishte premtuar se në këtë vend do të ndërtonte parking në kate për qytetarët e komunës së Tetovës, ndërkaq ajo u shit për vetëm €190.000. Portali TS, duke pasur informata muaj më parë, pyeti kryetarin e komunës së Tetovës, zotri Bilal Kasami, se a e ka shitur këtë parking. Ai u përgjigj me një jo, duke na mashtruar, sepse përgjigja e saktë del të jetë po. Ndiqni video. Kryetare, keni shitur parkingun te Renova? Parkingun e komunës, në mbyllur. Jo, nuk ka diçka të tillë, nëse është shitur ai do të ishte procedurë të hapur transparente, nuk ka diçka të tillë. Kryetar premtuat parkingin në kate. Megjithatë, kryetar, këto kontrata dëshmojnë të kundërtën. Dhe këto kontrata me nënshkrimin tënd dëshmojnë se ti e ke shitur parkingun. Në vitin 2020, ky parking kapte vlerën prej 1.5 milion euro. Sot kur po flasim, ky parking që gjendet prapa meje kap shifrën e mbi 2.5 milion eurove, ndërkaq Bilal Kasami e shiti për vetëm €190.000. Por si u bë shitja? Fillimisht komuna e Tetovës ka bërë bashkimin e një prone private me pronën publike për ta anashkaluar ankandin publik që duhet të mbahej nëse do ta shiste pronën publike. Me këtë veprim të komunës së Tetovës, duke anashkaluar ankandin dhe duke bashkuar pronën private me pronën publike, është privilegjuar vetëm pronari afër për ta blerë këtë parcelën e parkingut. Përmes një procesi të njohur që unë do e them në gjuhën maqedonase që ju ta kuptoni, do formuvanje, apo ndryshe, ribashkim. Praktik kjo që shpesh përdoret për të anashkaluar konkurencën dhe për të favorizuar vetëm pronarin që gjendet afër tokës së pronës publike. Çfarë ka shitur Bilal Kasami gjatë mandatit të tij? Ai e shiti monopolin, një plak për të tovarët për vetëm €1 metër katror. Ndërmarrjen publike komunale, ja dha Sauber Maher. Faturat e qytetarëve u rritën për 200%, ndërkaq mbeturinat vijojnë të mblojnë qytetin e Tetovës. Ndriçimin publik. Bilal Kasami shiti ndriçimin publik dhe për 15 vite, komuna e Tetovës do të humbë dikun 15 milion euro. Parkingjet publike, që në vend që të ndërtonte parkingje në kata, ashtu si premtoi dhe qytetarët kenë më shumë vende parkimi, Bilal Kasami e shiti edhe këtë parking që ishte i tetovarëve. Së fundmi, kryetari i Tetovës don të na shes edhe ujin.